Zonja Hole. Një zonjë vejush kishte 2 vajza. Njëra ishte e bukur dhe e zellshme, tjetra e shëmtuar dhe përtace. Të shëmtuarën dhe përtacen ajo e donte shumë sepse ajo ishte bia e vërtetë e saj, ndërsa tjetra nuk ishte bia e saj e vërtet dhe ajo duhej të bënte tërë punët e shtëpisë. Ajo ishte shërbëtorja e shtëpisë, sikurse Hirushja. Vajza e gjorë duhej të dilte në rrugë, të ulej pranë një pusi dhe të tirte aq shumë sa gishtërinj t'i kullonin gjak. Por ja, një ditë ndodhi që aq shumë i lëndoi gishtërinjt sa furka u la në gjak. Vajza shkoi tek pusi që të shplante gjakun nga furka, por u përkula shumë në të sa furka i rrëshqiti nga dora dhe i ra në pus. Qau shumë dhe shkoi tek Njerka e me lot në sy i tregoi për ngjarjen. Por Njerka mizore e qërtoi ashpër dhe urdhëroi: "Me qënë se ti e hodhe në pus, shko tani e nxirre menjëherë." Vajza shkoi tek pusi, por nuk dinte nga t'ja fillonte. Me frikë në zemër hyri në pus të nxirrte furkën. Aty humbi ndjenjat. Kur u përmende gjeti veten në një lëndin të bukur të ndriçuar nga rrezet e diellit dhe me lule shumë ngjyrshe. U ngrit dhe eci nëpër lëndin. Syri i zuri një furrë buke plot me bukë. U ndal aty dhe dëgjoi bukët që thërrisnin: Na nxirr se po digjemi, jemi pjekur që kur." Vajza mori menjëherë lopatën e furrës dhe i nxori të gjitha bukët njëra pas tjetrës. Pastaj vazhdoi rrugën dhe arriti tek druri i një peme ngarkuar, plot me mollë të pjekura që thërriste. "Shkunde pemën, shkunde, ne jemi pjekur që të gjitha." Vajza shkundi pemën, mollët ranë për tokë sikur po binte një rebesh shiu. E shkundi pemën derisa nuk mbeti asnjë kokër mollë në të. Pasi i mblodhi të gjitha grumbull, vazhdoi rrugën. Ec dhe më në fund rruga e shpuri tek një shtëpis. Që andej shikonte një grua plak. Nga që plaka kishte dhëmë të mëdhenj, vajzës i hyri frika dhe deshi të vraponte, por gruaja plak i thirri nga pas. "Përse trembesh, bie dashur? Arri me mua. Në qoftë se ti di të bësh tërë punët e shtëpis, do të ndihesh shumë mirë tek unë. Vetëm duhet të kesh shumë kujdes që krevati im të jetë i rregulluar mirë dhe ta shkundësh mirë dhe fort, që puplat që ka brenda të fluturojnë si të bjerë borë në tokë. Unë jam zonja Hole." Me qënë se plaka i foli ëmbël, vajza mori zemër dhe guxoi e hyri brenda në shtëpizën e saj dhe u vu në shërbim të nënës Hole. Bënte gjithçka çfarë dëshironte zonja Hole. Shkunte dyshekun dhe jastëkët aq shumë sa puplat fluturonin gjithandej si flok bore. Gjithashtu ajo ndjej e lumtur pranë saj dhe bënte një jetë të rehatshme. Nuk dëgjoi kurrë asnjë fjalë të keqe nga zonja Hole, por përkundrazi ledhatime dhe përkëdhelje. Kështu jetoi vajza një kohë të gjatë tek zonja Hole, por një ditë u ndjej e trishtuar dhe në fillim nuk dinte as vetë përse po ndodhte kështu, çfarë i mungonte vallë. Më në fund e kuptoi se ajo kishte mall për shtëpinë. Megjithse pranë zonjës Hole ajo po e kalonte shumë herë më mirë se në shtëpinë e saj, prap shkoi tek nëna Hole dhe i tha: "Më mungon shtëpia ime, ndjej mall, megjithse këtu pranë teje ja kaloj shumë mirë, nuk mund të jetoj më gjatë këtu, dua të shkoj tek njerëzit e mi." Nëna Hole ju përgjigj: "Më pëlqen shumë që ti do të shkosh në shtëpi dhe me qenë se më ke shërbyer me besnikëri, dua të shoqëroj vetë deri lart." Kështu tha nëna Hole dhe mori vajzën për dorë dhe e shoqëroi deri tek një portë e madhe. Porta ishte e hapur dhe porsa vajza ishte nën të, një rebesh shiu i artë ra mbi vajzën dhe u ngjit për trupin e saj. "Ti e meriton këtë, moj bi, sepse je një vajzë që e do punën." E lavdëroi zonja Hole duke i dhënë asaj dhe furkën që i kishte rënë në pus. Me të thënë këto fjalë, porta u mbyll dhe vajza u gjend sipër mbi tokë, jo shumë larg shtëpisë ku ishte rritur. Por sa arriti në obor, gjeli i hipi mbi pus
dhe këndoi. Kikirikiki, vajza jone mbuluar në ar u kthye përsëri në shtëpi. Kur Njerka dhe motra e pan vajzën të veshur në ar, e pritën mirë. Vajza ju tregoi gjithçka që kishte përjetuar. Por sa dëgjoi Njerka që vajza kishte arritur në një vend të pasur, donte t'ia mundësonte dhe vajzës së saj të shëmtuar dhe përtace këtë lumturi. Edhe ajo duhej të rinte pranë pusit të tirte derisa t'i kullonin gishtërin gjak dhe të skuqej furka. Për këtë arsye, ajo shpoi dorën në një gardh me qemba, pastaj hodhi furkën në pus dhe u hodh edhe vetë në të. Edhe përtacja u gjend sikurse e motra në një lëndim plot lule të ndriçuara nga rrezet e diellit. Pastaj vazhdoi rrugën dhe u gjend përpara një furre buke. Bukët i thirrën. Na nxirni nga furra, për ndryshe do të digjemi, kemi kohë që jemi pjekur. Por vajza dembele ju përgjigj. Ah jo, s'kam as pak qef të ndotem me ju, as të djeg duart. Dhe vazhdoi rrugën derisa u gjend tek druri mollës plot me mollë të pjekura. Druri mollës ju lut. Më shkund mua, mollët janë pjekur të gjitha. Por ajo ja ktheu. Ja, nuk mundem, po sikur të më bjerë ndonjë mollë kokës. Dhe vazhdoi rrugën. Por sa arriti tek shtëpia e zonjës Hole, nuk ndjeu frikë as pak sepse kishte dëgjuar për dhëmbët e saj. Prandaj hyri menjëherë në shtëpinë e saj. Ditën e parë ajo ishte e bindur dhe punoi fort. E dëgjonte zonjën Hole për gjithçka, sepse mendonte për arin që do t'i dhurohej. Por ditën e dytë ajo nuk duroi më dhe filloi të dembelosej. Ditën tjetër edhe më shumë. Madje nuk donte të ngrihej as nga krevati. As krevatin që zonja Hole e kishte me merak nuk ja rregulloi, as nuk ja shkundi sipas dëshirës së saj derisa të fluturonin puplat si flokë dëbore. Zonja Hole u mërzit shumë nga vajza përtace dhe i tha që shërbimi tek ajo kishte përfunduar. Vajza u gëzua shumë sepse mendonte se edhe mbi të do të binte tani ai rrebesh ari që do ta ndriste të tërën. Zonja e shoqëroi deri tek porta. Por sa vajza arriti tek porta, në vend të rrebeshit të arit që ajo priste, ran mbi të gur dhe zift. Ja, këtë meriton ti si shpërblim, i tha zonja Hole dhe mbylli portën. Përtacia shkoi në shtëpi mbuluar e tëra me zift dhe gjeli këndoi mbi pus, sapo e pa atë që po vinte. Kikirikiki, vajza e fëlliqur erdhi përsëri në shtëpi. Përtaces ishte ngjitur zifti në trup dhe nuk ju hoq gjatë gjithë jetës.